është Prizreni Music Fest, ja ku erdhi dhe sot fundi i kësaj puntate. Neve na vjen shumë keq sepse jemi mësuar tashmë me ju. Ishin 3 këngë dhe 3 intervista, besoj se jemi kënaqur, ja kemi kaluar bukur, kemi mësuar shumë gjëra të reja për këngëtarët tanë, kemi dëgjuar këngët e tyre të cilat ishin tepër interesante. Dhe tani është momenti që të bëjmë dhe mbylljen e këtij emisioni për ditën e sotme. Përveç kësaj, përveç se ju jeni kënaqur në shoqërinë e tyre, këngët e tyre dhe intervistat që ato kanë përcjell tek juve, ne çdo ditë më tepër ju njoftojmë që tani ju do t'i ndiqni nëpërmjet dy kanaleve televizive në Opinion TV dhe në televizionin Tema çdo ditë nga e hëna në të premte në orën 18:00 do të vinë këngëtar të rinj të gjitha moshave të afirmuar apo jo qofshin ato në skenën muzikore, por do sillin gjëra dhe risi më të reja. Gjithashtu për të gjithë ju që dëshironi të votoni konkurrentin tuaj të preferuar, është një gjë tepër e thjeshtë, mjafton të shkruani PMF hapësirë emrin e konkurrentit tuaj të preferuar dhe mesazhin ta dërgoni në numrin 55666. Ky numër vlen si nga Shqipëria ashtu dhe nga Kosova. Numrin gjithashtu e keni të afishuar edhe poshtë në çdo ekran tuaj televiziv. Ashtu si çdo ditë tjetër, Miranda, ne nuk do të harrojmë as falenderimet për sa i përket sponsorave që na kanë suportuar, jo vetëm stafeve televizive të Opinion TV dhe të televizionit Tema, që transmetojnë çdo ditë puntatat e Prizreni Music Fest, por gjithashtu edhe komunën e Prizrenit, firmën Renault Tahir, tashmë dhe sponsorat e tjerë, cilat Miranda do t'i vijoj tani. Po, sigurisht falenderojmë gjithashtu dhe butik Sergio, motel Villatini, fabrika e kablove dhe përçuesve elektrik Proton Cable dhe një falenderim shumë i veçantë shkon dhe për Hotel Gold. Ne ndërkohë do të takojmë sërish nesër në të njëjtën orë dhe në të njëjtat kanale televizive. Na ndiqni nesër në orën 18:00. Ne ju duam shumë dhe ju puthim fort. Mirupafshim.